E që aty tash, ajo është e keqe që u hi një farë, s'po dish me thonë, një farë gjelozije me thonë, u hi një farë s'dën me respektue plakën, s'dën me asi, se kesh patjo volar, në hangë shumë buknuet atëherë, mos hanë plesht, bërnimi. Shkoj ke, gruja me ke legenu thejshëm aty, ta që të thash janë të kauqukët, janë daljen kvantet të neshtin tonë, dhe me ke u që ke duhe rejën me la duhet, aty nuhet. Me të vërmej brek, ty i la duhet, ty i fshime i, unë që në hangëshin buk, e beshin sofrën e këtheshin, vishin e meshin e qeshin të shpia, edhe gradë, dhe më hanë, vishin aty shë beshin, e na që shme tash, duhet më quë me pi uj vetë. Duhet me qitë qajnë vetë, se tash nuk e duhet. Një pjesë edhe, jënë hinë për punë tash. Janë punësua me si femnimi, si burlimi, duhet valla edhe buri, më quë, se nuk e ka punë të veta. Nuk e ka veç tash veç qëtu, se ata e kanë pas veç qëtu s'ka pas ma ne. Tash janë punësua me, duhet më quë herët. Duhet me bogatë më shku në punë, për në gjithë ditën, lëdhet. Në kafët nga më marrë me këto farpunës. A, tjetër në pak ku që rahmeti. Si mos ka rahmet zemër njëri, nuk e respektan kërkon. Kur ka rahmet, e bëhe sabë që zëti mas pari. E kur të nërejsh dikën, nërë zëti mas pari. E vëlla kur se nërë dikën, a zëti nuk nërë. Rrezet e diellit reflektonin në plisën e bardhë të Idris Rekaliut, i cili tash e 71 vite jeton në fshatin Dobradin të komunës së Podujevës. Të mira dhe të këqijat, ulljet e ngriqet, me të cilat jeta e kishte ballafaquar, e kishin bërë këtë burr kaq fisnik, i cili rrëfejnë për sakrificat e mundimet të së kaluarës. Mas pari ju falenderoj që një halë me na vizitue, edhe këtu farë me i marrë të farë intervista këtu të se duhet mira janë. Me ka dhuri një që shë konë kohë atëherë. Si ke kohë herë e kujtojnë që veç që shto konë gjithë, po jo nuk o konë. E unë e pej feminjet që të im leje, dhe nga konë një familje e madhe, diku të 50 antarëshi. Se atëherë që ashtu ka nejtë bashkë. Lasdija me gjallarët e kusherete, jesë kur tash, e sith me i, kërë në bo me shku në shkollë. Jena shku në shkollë, klasën e 4 e këna krye këtu, në Dobratin. Klasën, asaj theshëm atëherë na 8 vjeqare, 4 vjetë në kërpime. Kamjën e emë. Kam. Fushave kërpimijës, që i thonë që kënjene, ti e djekuën ashtë. E ne kam për shi, për laq, për balë. Kushtet nuk e konë atëherë. S'kena pas vesh sa duhet, s'ka pas masa duhet. Me shka jeni marrë, jo? Ne na marrë gjithë, na marrë me bujësi, me ndërtimtari, me punë të fshatës. Shkollën jam konë, kom krye klasën 8 vjetë të ishën atëherë. Klasën filluar të më katërën edhe 4 vjetë jam konë atje kërpime. Shka në men për asaj kohë? Tane edhe Mirë me shokë. edhe e kom kryu edhe shkollën e ndërtimtarisë, teknikë e ndërtimtarisë, që është, ato ma vëllë e kom kryu. Po majnë menë se largë në dhe ke mëngjesi, më bo këtu me thmi, me shokë bashkë, me shku në shkollë, me shku luaj shumë. Në mje vjeti, shkashëm të njëni tjetëri. Mësuaj si të nga mësajshin, për mësësi s'kena luajt, s'kena kuzorë nga mu qua pishtë të shpia. Me nga thonë dikush të kurvishëm më halë, mulla kom e kalëzohë mësuesit që po që është pish, na e natutje, na ne tërë, se atëherë ka një disiplinë me. I kanë pas mësuesit atëherë do kushte pak matë. Na kanë rehe, na kanë qërtuhe, na kanë po, vallaj, me shtak duhet, me nësë na kanë rehe, me na prish, po, na kanë rehe. Po, o konë matë mirë, pse kena mësua ma mirë. Vallaj, unë e besaj tash, nëse që ato vjetë e kom kryet 8 vjetë edhe shkollën dhe ndërtimtari teknikë të mrejves, së dhe kryem të laka fakultetin edhe s'di që i disa. Bile matematikën e kom da shfërta. Sëtë s'di, s'ka më si më dhënë sëtë që besej që di me matematikë ma mirë sërë. Se ato kom si me ma
ka pas maranci, ka pas. Madje gjatë jetës së tij, Idrizi kishte njoftuar e kishte pasur një shoqëri mjaft të madhe. Po ashtu mendon se shoqëria në ditët e rinisë së tij kishte qenë më e sinqertë se sa kjo e sotshmja. Nuk është sikur e jone atëherë sikur e tashtet e këtyne trive. Pse? Pse po të kallëzoj. Nuk janë tonë njëjtë. As janë gjinjën, as pasunia, as nëzënsin se njëjtë. Tash këtë kohë po shkojnë ma tepër ka hona e interesi gjinja. Nuk o një fëmijë që nuk është skafërt pasunie, që skafërt adin qine dikun pozita, Allah ta ma nuk e asin fërt kështë. Hiç fërt se llogaritin në nëzën si mirë është e aftë ma tepër majnë pej, sot po majnë pej interesi, pak ma tepër. Se dhe tash, kjo rinia e re do farë punë që e kam pas, atër që i këna pas në atë mësme, kjo rinia e re nuk i ka. Me dë punë këta kanë ma mirë, po me dë, ju ma mirë këna pasna. Pse u konë respekti ndaj prinit, ndaj familjes, ndaj fshatit, ndaj këjshive. Në autobus kërë e na hypë, kërë e do autobusi, u hi një i vjetër u quë, i rivë nuk ka nejtë unë. E ka respektuet mësmin, e ka nguë. Ne pa mësuet diçka ullët, ne ka mësuet mësmit, e këna nguë. Tash me njës me unë dikojnë Allah bë që të hajtë që e di unë, s'ka në nëve, thëmë, në mësuet. Se pas ka hup respekti me patjetër? Nuk e di, që sana nuk mundet me thonë kur që. A me thonë pasunia, a me thonë tash se dhe atëre ka pas ëda. Atëre në konë ëda të shkollë. Se shkollat e na vënë kanë më rishë të shkollat e na që është për mësojnë tash. E ma të epë në për ëda. E ka një ples, ka bojnë laf, ka bojnë muhabet, e ka nguë mirë që po thëtë, e ka këshilluë. Fëmine, unë e nëda ku ma mësim, se jetë që ku ma mësim shtë të qka. Për nëda, se jena kom familje, madhin kom ples, veç i mësafir të telefone, veç. Të aty të bo laf ata. Muhabet ka bo laf për vlazilla ka bo laf. Duhet vlazilla kur me majtë me këshyre. Ka bo laf me respektuet madhin, me respektuet vjetërin. Ka bo laf nuk e ka pas synin në dy Allah. Po ka pas dashunia në vlazilla, në familje, në miqasi. Olë miqasi atëre ka nejtë me ka dytër, net ka bujtë. Si ve keni mek, krejt ma halla bështën tu. Se miku shkojmë rrimë, lafe, muhabet, hajgare, dhe këte në gjysë natë. Nuk ka pas gjelëzinë me veti, kanë fërë një shëgarë një nuë. Edhe në konë e kam pas shute si gjendjen e ka pas njëjtë e kam pas. Ka pasunia, po thëmëne. Jena konë atër tonë si njëjtë. Nuk jem konë kërët, nuk jem konë pasuni që ju është sëtë. Tonë e kam pas që ashtu jënë marë me bujësi, me punë, dërtimtarisme, nuk jem konë në përvena sëtë, në propozita që me ka pas atë për rallën konë. E këna pas muhabetin e njëjtë. E derisa na rrëfente për muhabetet e kohës së odave të cilat zhvilloheshin në të kaluarën, Idrizi thot se ardhja e mysafirëve nuk e kishte mërzitur. Përkundrazi, thot se të gjithë lumturoheshin kur kishin vizita nga të afërmit. Jo, nuk e në arë mërzi, po e në akon të kënosën, se qashtë e në arë, qashtë e në shkuë. E ka ndarë mësafirë, ka ndarë, edhe mësafirë atër ku ardhë, ka këshilluë. Pa ma për asysh e më dhe ka pas bimë të, ose ka pas rëbit në marë në pej, një unë i tjetë ati që në shkuë. Ta ka mësue bimë e vetë, e ka qërtuë, e ka hongë qëre shpinë, për nën shpe, qëre virën, qëre kunatin, qëre nuk ka thonë, hiq më virë, hiq më kunat, hiq më zi. Po, ka thonë respektuë. E pse tash qysh është po tash? Pse ta, që atër, që të s'po me e dinë, kur kërësarna së mundet me dhonë. Jo une, po edhe këta me fakultet, ka e së mundet me dhonë fënë qësarna. Pse? O të kalëzohë, ta është kam rri pasunia. Dikur shumë jetë pak ma mrapa, dikur shumë pak ma asi, jena të shkua mas hërti si mas interes. Kanë bo kere, kanë bo pasuni, kanë bo... Idarja, se shqyqëzët në tonë, të jenë atë një aspekt, po edhe kanë bo gjinja. Kanë bo pasuni, kanë bo biznisët të në kënej. Në me thonë, i kanë bo kere, kanë asi, po dashnia nuk është që shëko. Dash mësafiri nuk vjen,
as nuk shko kund kërkush, as nuk vje kërkush me nejtë. Vjen që të nartë miku veç dhe të dera që fjallë, rëbit në pasik dhe bënë gati se për të marrë. Ose qatë ka në huaj. Ja, ki qef për shembull Alana musafir. Kam qef, se na kem qef. Rinia nuk ka, i kam dërë djele, se ta nuk janë për mës me pas qef, po tash s'ka musafir, plaku s'ka se shka kërka tash. Se marë plaku me bulla me trim, tash shembull, ty në trive qa bëj lafu për atër se interesaj që atë nëse... Idrizi thot se ka mallë për dashurinë e sinqerë që ekzistonte dikur, e që për fat të keq thot se sot nuk është prezente më në mesin tonë. Për të në herë që merë mallë e mas fortë e dashnia me konë. Në nivel që shko. Me pasë respekt familja, me pasë respekt kojshia, me pasë respekt miku, shëshnia. Unë e kom përnuat, kaltëve kom kishtë të shkollë, jem teknikë identitarisë, kom përnuat ndërmarje, supermarje. Ka një supermarje këtu në komunë për dirë, ta i kom përnuat në Rami Sadek, ndërtimtari. Më ka dërë largë, më arë koha me shkunë po. Se shëshnia, shkesha me qeshëm kohën, me shëshni. Tash, gjithë kërkuj të jesim, së shëshnia në nivel, nuk i jasë vëllet me përnuat. Jo, të një në konë lirë. Kena bo lashli, jena shegar, jena mahit, jena asi, punën e kena bo punë. Nuk kena shkuat, veç me thonë hajtë shkajete, po kena bo punën që dhëtë me bo. Për ikjen e të rejve nga Kosova, duket se Baca Idris nuk është fort dakord, ku edhe e tregon arsyen sepse nuk do të donte që ata ta braktistin vendin. S'kena pas me pa qef me pa keq, s'kena mundu me shtyp. Edhe se tash aty në punisht, nuk jenë tonë jetë, s'dinë tonë jetë. Nuk kena mundu me të nërydhe dhe këta dalun e pari, po i kena një muë njën i tjetërit. Kena punuar të qysh i ka hije shqiptarit dhe muslimonit. Pe atë që ka ndruar raportet. Tash, rinia kanë bo shkollë, shqyr që janë, se pa rini s'ka kërgjë, pe plaku s'ka kërgjë, tash na e na plaku. Rinia ka ndërë, e ka ndërë shpinë, e ka ndërë fshatin, e komunin, e shtetin, se pa rini s'ka, pa shkollë, s'ka kërgjë. Kanë mësue, rinia, jena mësue. Vesh, dhe pakta me respektua njënit, tjetëri me respektua plakën, me respektua ta që s'den, me respektua atë metnin që është apë den. Qa po ta mërmenja për rinin që po ikun e po shkojnë jashtë? Rinia që po ikun po shkojnë altë, tash unë hesat temë, unë atë budallakin teme. Unë e këtë punë heq nuk e praktikoj edhe unë heq nuk e përkraj këtë. Pse? Bolja këna pa hajlin. Pa të konë ma ndryshe. Një shkue kanë punue, një hashtë. Një shkue, dy shkue ka majtë familjen krejt ka. Atë konë ma ndryshe. Ja këna pa hajlin diasporasna. Se diaspora një nga ka pru dhe qëtë. Kanë kontribua, kanë dhone, kanë për vene, për vatane, për që s'ka. Mua nuk kom pëlqen kjo pse, që e familje që po shkon me thmije me krejt, që ata thmije po adaptohen në të atyne taj. Se që ke po që aty kutje të njën që atë ambjente me natyren, sa është mundet me bo tjera. Thmija taj që atje gjuhe, huaj, ato ne i thujmë të abjatet të këtu krejt nrysha për din, ata taj përkrejen që atë në të atyne. Pak për në largojnë ka për din. Dhimë, vëllaj po se për këthejnë anë, edhe që e familje që po shkon, më zine që për jetë e më që atje. A kanë drejt me shkue, vëllaj se betë kushteve. Së për kemë sale po shkue, që unë e kam një jashtë, është në Sloveni. Që sa ka shkuaj? Kemë ka shkue që 5 vjetë. Nëse halaj, po i martuëm së është. Dhe që tash mundet me koni jemje për shpi. Si të martuet e me nusën me vetë, ja i mo për shpi. Se i duhet me kriju atje të nej. Me gjallë, me punue për veti. E për familje pak largohet. Që atë pak me të dhimë të një, së da përshë, po ik me kësia, po ik ajo kreç ka e në ta me shkolla, pse, po duhet vëllohi me jetue. Me qëtë pak që e kanë këtu, ka krye fakultetin e master që po i thënë, ka 2 fakulteta e ka krye dhe vëllohi me qëtë pak,
shtira me adalë. Se hargjimet e mëdha tash, çmimet e shtrejta. E vallahi nuk shtira me majtë familjen me që të palë tuhet. E atje janë do kushte, se pa puna sa atje s'ka. Edhe një po të thëmë, me punu qatë punën që i punujnë, që të këtë tënë që po dalin që atje, s'kesh bërlazë më shku heq atje. Se pa punë, vëllaj të të na pak punujemi. E këna lëshu punën. Që e mas pove tash, po këthejnë atë e bujësia. Se dhe kërkush. Një kryo krejtë në mësim, aje mirës, po mësimi është aja tëna janë, po të më konë lidhë njona me tjetër. Se gjithër e ka majtë, fshati e ka majtë qytetin, qyteti fshatin. Se qashtu, është kjo që i thujnë një fjallë popullëve që thujnë një nevoj mi shik, një mi blidh. Ashtë nështë nashë fshatosha, punojmë diçka, kemë gjone, kemë aty i qesëm i shesën të regë, të regu ata që shëllit në unë neve, e që kjo është një nevoj mi shik, një mi blidh që kjo është. Se ta nuk mune me konë një drejtim. E që e familje që po shkon atje, dhe në që pejtuhit po, sa të vinë a kemë të, vlazin la kemi qasi qenë shkuve. Po, thëmija ty në kur vinë, gjuhën. Pak vena që ja majnë gjuhën të. Ka shumë që të që vinë që nuk dhe me fuën. Jeti, vesh, më marrë vesh me duar. Po, pëjmë përnën edhe situatë. Allah që pa punësia. Shumë shkot të shkot. Që në këtë pëthujmë, kështë jetë ju, pëthujmë po punësua që kaq, kjo punësinë e bëjësisë të na, unë se bëj heq fort dhe këtë punë, se ajo sezonale në verë. Për në 3-4 muaj verë, do të me najtë 5-6 muaj tjetë. Ajo nuk mundet kukush me majtë ata me najtë shpe e me dhomë punë. Sa të punë që aty e paguën, qa di që të nalet për sa të punë, i nalet edhe tanë ata, për din. Pa dalë s'kanë qare, pëse të visha me thonë. Tash nuk do kërkush me nejtë bashkë. Unë shpesh herë thëmë, kam djallë pa martuë, kam që edhe këta këtu një kam martuë. Unë po thëmë, njerë do me mujtë me abo shpinë, ta nej me martuë. Se nuk dojmë tash me nejtë bashkë kërkush. Ka që gjithë kush, vetë. E që kem të thonë aje më shmja. A jarë si do më shumë prate sotit që zdojnë me najtë bashkë me kënjatë. Po e vallohi bre, pak e fajsoj edhe pak se fajsoj. Si 50% është. Se po lakë mujnë përshuhin, po ka qenë vetën me dalë. Thashë sunin, zap këtë në hejtheshin, e ka zapu e ka... Tash nuk e do e kjeri njeri. Nuk e do me mësu e plako, se do me mësu kërkësh. Ta tri kanë qenë me dalë, në pas kërë me i pëke, me dalë më shetit, për shërë, me shëqet vetë, me thmit vetë, e plako pak ma ndryshe ka, dhe farë, dhe pse pa dhe pse pa. Nuk bërë me fajsu fërë, se kur den shpit vetë pënën, i gra pënën gjandën. A kur është bashkë me vllaja, me migja, po me asi, pak e shakrajnë, pak nuk pënën bashkë që duhet. Dhe thajtë se po pënën kënë. Gjithë kush pënën ma shumë, tajnë kur është dikujna, asi, se tash rinia, si të njerët, si vajza që jam. Tybe, s'ka qef, as famimi, granimi, s'kan qef fort me bojz me të virit, as kurnatit. Derisa komenton të për dinamikat e familjeve sot, në mendje Idrizit i erdhi gruaja e nëna e tij, për të cilat thot se vuajtjet kanë qenë mjaft të mëdha. Po, dhe ata po të kallëzoj. Qysh se ka pas nëna jeme, shëvësia jeme, përdin. Ato nuk e konë të kushte atëre, një bomba, ujtë se konë blenë. Mjetet nuk e konë të rrymë që jenë sëtë maqina, që për lujnë. Që shtu, se dhja për lumin, shtu ujtë që ke për para këtë lumi. Që tu dalë nëna jeme, gruja jeme, ka la të esha, hajde vesh se ka bo, atë punë të mëdhejt, për dimit të dush mi thyë aklin aty, për mi gjetë ujtë, dimit e me la të esha. Fëmija të naj nuk i kam pas shtu, që i kanë sëtë, që shi veshin thminë e vëtër. As ka nevoj me la, s'ka i ka një dalë të falë. Edhe s'ka nevoj. Nëna jeme në rem ka lanë pik dimit. Aklën e ka thyë më kanë, se s'ka po.
E në konë vujtjet, e në konë shumë të lira, po e në konë që këthështë të thonë pare, o konë dashnia, o konë vullneti, o konë vullneti mi shqyrë virli, mi shqyrë konatën, mi respektue mikun, o ardhë miku që e mbullardë atëre nuk o konë këpuca, nuk o konë, atë e në konë o panga, o ardhë shembull kur konë koha mi që konë, po ardhë dim një shije bërë, kur e hinë mrena, e u dasë, atër kanë bujtë. Kur e dasë mosafiri, kur e cënë të njësit, me të mathën të veta, ka unë nuk jenë të mijat. Nuk jenë të mijat, ka unë. Se të mijat se në konë kështu, ka monë unë ajeme, mas darë gjithna i ka la, i ka tërë të shpëriti ose të kaftëri, ja ka unë të la me tërëne. Atëhere, e sëtë, ka bova ki, se dhejtë na vërën që kësë konë autobusi. Dikur na dole autobusi. Autobusi ma e mrami është i 7-ve, pe po dive që vjen ka të. Dimni se vera është 7 sahati, 7 është dritë, dhe dimni sahati 7 është gati mazdashja. Dimni. Na nuk në hamë kur darë para autobusi i 7-ve. Nëse nuk ka autobusi i 7-ve, se vjen ai musafir. Edhe kena prit për darë. E këna këshyrërën se shtu vjen në që të ma përshpa. A orë autobusi i 7-ve, po cëtë kur kush ju, po dhe marë masanena u që nëna jemë, që u grueja, konate, tjere që e në konë. U marë musafiri vërë, mas që këna hangur darë na, u që ka gatu e natën. Edhe i ka këthy e bukë. A ka ardhë vëzine? Jo, kur, veç më konë i knasë. Se tash, edhe me konë, shemëllune i zëtë i shpisa, burri, gruesja, burri me pas dashnin musafir, mës me konë grueja, as burri s'me e manat. Po kam pas vëllet edhe granini atë. Se ka arë mërzi u që ka gatuhe, ka dhone, ka si. Ta që duhet më që e nesit, u që është e nga nesit para sabahi. Se në ka nëdat. E këna pas plesht, nëd, u që u duhet më shku me marë e më jadhe zjermin, nëd. Plakët, qire ke nëd që fleke, e më jadhe zjermin, edhe mërë ka atëherë, në ka ndoj e brez dheni, se nuk ka pas e farë, që jenë dalë të tash. I brigu i dhenit, knatat që në ka në dhenit, me ujë, me shumë ujë. Edhe, e me jadhes kësë jamin, ja që të ka të i brigë theshëm atërë. Ja që të kemi kaftër që i më i vëkë, e u që e ka e që atërë, mërë ka avdes, edhe e falë ke sabaj. E kështu, ky plak i urtë i cili tregon se si duhet të ishte më e mira për njerëzit, uron dhe shpreson që gjithçka të rregullohet e të vijet në vijë. Rahmeti ka hupë krejt. Inshallah, veç në pëtësam. Inshallah, rahmeti i prinit në vlak nuk qyhet. Nuk hiqet. Se je vladit të më prind, shumë venaj. Na dim shumë, din e jo shumë, na për shumë që e kalon prinin, e kalon si interesëfër për ta. Po, për vetje kaj. Se në fund, qëre, e pështë e këtë dy Allah. Sa njëri u konë që të u shkuve. Sa burrat mirë, aset, meqëm, i në shkuve. Po kena me shkuve na. Edhe na kena me shkuve. Ka të jetë keqështë. E qka jetë me neve ma, të thejmë një nushëm, kje Ramazan. Allah inshallah ta pranën. Që Ramazan të kje ka qkesh me vjetë. Për në këtë bëtë, po dhe në bëtë e në ashme për aheret. Se Korani Zotë, ka thonë, e kalon Korani, shkruen që kena mund gjallë, sa në kalon Zotë këtë dyja, në lenë, ka më në marë apet. Apet kena me shku të aji. E shka po aty, apet rinë gjallëja. Që të mirat që bohën këtu, që ato i kje me veti kachkë. Si në këtë bëtë, si në bëtë e në ashme, si ma si në amlojnë, që të vërë së nasionë, që ajo merita jonë, që the aty, respekti, që ata kemë me veti, se këto këtë ka me mjetë, që e qa për në ato ka me mjetë. Po marrë në objektet, apo që sa po shkojnë, fabrikat ato, ka me mjetë krejtë. Qka jetë me veti, qka morë me veti, që thujtë qefinin ajo po. Merë që ata që të hersh me dërë të amësë. Që të herë fise me lila për Zotin, se e veç të mëse të muja unë e ty atë që këtë që shtuja të mësët, të jaja. Thujnë edhe që ashtë dërë e shmët mësë mi po djatën që jam. Se ata herë fise me lila për Zotin. Me marë njëri knasnin të Zotin. A i s'ka me hikë kesh kur, as këtë bëtë, as bëtë e në ashme për ahiret.
Se këtë kena me dalë, para Zotit kena me dhonë këtë llogari.